Bën namaz në Borë. Qindra Prishtinës e falën sot xhuman në ambient hapur, në mungesë të vendeve brenda xhamive. Besimtarët musliman sërish bën thirrje për objekte të reja më të mëdha. Namaz në kushte komode. Kësi epiteti mund t'i jepet faljes që e bën xhumas në Prishtinë gjithë të njerëz që zon vend brenda xhamisë së madhe. Shumë vështira patën të falen ata që mbeten jashtë. Në këtë ditë me borë e temperatura nën 0. Këtu shihet domethënë që është shumë vështirë fal. Domethënë bora njerëzit lagen, është domethënë shumë e padrueshme kjo. Qysh ftoft? T'ja i mrena në shtëpi ki ftoft? Ja më fal në borë. Sot u fola mrena se edhëm shumë herët, do të me zonë herët ma herët. Kushte që do të më të mira me pas, po na e të nova do të me pas frikë Allahun, me punu për musliman ma shumë. I fajsojnë edhe pushtetarët. Ku janë organet qeveritare shtetit, qofshin lokale, qofshin qeveritare, ku janë, a nuk i shohin qytetarët e vetë, se si falen e në borë, e nakullën, kiftoft minus 10, 15, 20. Sidoqoftë, thonë se pavarësisht kushteve, nuk e kanë plan të braktisin ritin. Muslimani punën e xhamas, puna namazit e kupton se është çështje primare elementare dhe në shi, në borë, në ftoft, nakull, në vap madhe nuk e lën. Njëjtë e vogël për gjithë besimtarët ishte edhe xhamia në Dardani. Ftoft borë, për minus temperaturat. Kemi nevojë për një xhami më të madhe. Nevojë edhe më të mëdha. Brenda do të thonë, më bëj shumë për afru njëri me tjetrin, edhe më fal në shtëpi njëri tjetrit. Besimtarët shpresojnë se dimri tjetër do të gjejmë në xhami të madhe, të ndërtuar në kryeqytet.